Sa po kishim një takim shumë të mirë me presidentin e Këshillit Evropian, zotin Antonio Costa, një takim në të cilin rikonfirmuam sërish mbështetjen tonë të plot për procesin e integrimit evropian për Republikën e Kosovës, një proces i cili është i domosdoshëm, është ekzistencial për sukseset e Republikës sonë, një proces që përgjatë tërë historisë sonë politike e kemi mbështetur, pavarësisht ku kemi qenë dhe në çfarë pozicione, është tepër me rëndësi që menjëherë pas zgjedhjeve të krijohen institucionet urgjentisht, të cilat e marrin përsipër këtë proces në dy aspekte shumë thelbësore të saj. E para është që të fillojë të zbatohet plani i rritjes në mënyrë që Kosova mos të humbas më nga zvarritjet dhe nga krizat e njëpasnjëshme, dhe e dyta është që menjëherë të bëjmë hapin e domosdoshëm të statusit të marrjes së statusit kandidat në Bashkimin Evropian për Republikën e Kosovës. Duke punuar shumë afër me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe me liderët e BE-s, përgjatë mandatit tim si presidente, kam parë që këto procese janë vërtet të mundshme, në qoftë se punojmë shumë afër me partnerët tanë, në qoftë se performojmë për brenda asaj përket reformave dhe në qoftë se ndërtojmë unitet shtetëror, unitet politik në shtetin tonë sa i përket integrimit evropian. Jam e bindur që e gjithë kjo është e bëshme dhe natyrisht që i gjithë diskutimi me presidentin Costa shkoi në këtë frymë jashtëzakonisht pozitive. Janë dy arsye thelbësore. E para për shkak të, ju e dini, i kanë thënë edhe publikisht, ka pasur mos pajtime për disa çështje me qeverinë dhe ata prisnin që këto mos pajtime të tejkalohen në mënyrë që Kosova dhe Bashkimi Evropian të ulen dhe të flasin për këta hapa substancial, të cilët kërkojnë mbështetje të fuqishme politike. Dhe problemi i dytë ka qenë për shkak se për të kaluar dosja apo aplikacioni i Kosovës nga Këshilli tek komisioni, pra për ta mandatuar Këshilli komisionin, duhej të pajtoheshin edhe disa prej shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që akoma nuk e kanë njohur Kosovën. Por siç e diskutuam sërish me presidentin Costa sot, ne e rikujtuam takimin që e kemi pasur në dhjetor, ku ne me ndihmën e liderëve të BE-s, si presidencë jemi pat angazhuar edhe me shtetet jonjose dhe ka pas, do të thoya kështu, shkëndija shumë pozitive prej tyre dhe ka pas shpresa të mëdha që do të mund ta bënim këtë hap madje gjatë presidencës së Çipros. Tani kriza që u krijua komplet pa nevojshëm në Kosovë me këto zgjedhje e ka shtyr këtë proces, e ka zvarritur këtë proces, por jam e bindur që menjëherë pas zgjedhjeve, me punën që e patëm filluar dhe me shpresën që do të mund ta vazhdojmë, do të mund t'i drejtojmë institucionet dhe punën e institucioneve tona, edhe në bindjen e atyre shteteve që akoma nuk janë 100% të bindura që duhet të votojmë pro që Këshilli ta mandatoj komisionin për të biseduar me ne për statusin e kandidatit dhe njëkohësisht të i kalojmë bashkarisht çështjet të cilat patën mbetur pezull nga qeveria paraprake. Marta Kos ka shpreh shqetësimin që zgjedhjet e vazhdueshme ose ciklike që po i bëjmë në Kosovë po e pengojnë edhe avancimin tutje të Kosovës sa i përket rrugës drejt integrimit, a u shpreh edhe një shqetësim i tillë nga zoti Costa ditën e sotme? Ne e ndajmë të njëjtin shqetësim dhe kemi thënë vazhdimisht publikisht të njëjtin shqetësim, kështu që natyrisht të gjithë miqtë tanë, qofshin ata përtej Atlantikut, qofshin këta në kontinentin evropian, e thonë këtë shqetësim dhe kanë të drejtë plotësisht kur e thonë atë.